Po të gratë shtatzana, sa i rrezikshëm është hipertensioni? Kemi edhe një risk të gratë shtatzanë, sepse disa nga gratë mund të paraqesin vlera të rritura të presionit arterial. Kjo vjen për disa shkaqe. Disa shkaqe mund të jenë shkaqe gjenetike, sepse kemi edhe pjesën gjenetike të hipertensionit, por ka dhe disa sëmundje që mund të jenë si sëmundje të aparatit urinar, të sëmundje të veshkave. Dhe këto individ që janë gratë shtatzana që mund të zhvillojnë hipertension, duhet të kenë shumë kujdes, duhet të trajtojnë atë, sepse nëse ai nuk trajtohet, shkon deri në humbjen e fëmijës. Në sëmundje të tjera, kur afrohet lindja, siç është eklampsia dhe preeklampsia, e cila është e rrezikshme si për jetën e bebit ashtu dhe për jetën e nënës. Gratë shtatzana duhet të kenë një vëmendje të shtuar. Të shtuar, sigurisht që ato kanë atë ciklin e tyre të kontrollit tek mjeku obstetër-ginekolog, që përfshihet edhe vlerësimi i vlerave të presionit arterial. Ajo që dua të them, nëse një grua gjatë shtatzanisë së vet, edhe pse është një proces fiziologjik, zhvillon hipertension dhe ky hipertension nuk vazhdon pasi lind bebi, duhet të ketë kujdes në jetën e saj, në dekadat që vijnë, sepse ajo është e prirur të zhvillojë hipertension. Me thënë që një grua shtatzan nxjerr gjithë pikat e dobta të trupit të vet. Siç periudhës së shtatzanisë, siç është zhvillimi i hipertensionit, siç është zhvillimi i diabetit ose sëmundje të tjera, të cilat mund të konstatohen gjatë vizitës te obstetër-ginekologu.